Nisja e vitit 2026 ka sjell një rënje të volumeve të importit për mallrat kryesore të shportës ushqimore, ku produktet si makaronat, orizi dhe vajrat vegetale kanë pësuar një tkurrje që varion nga 4% deri në 9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Sipas të dhënave nga autoritetet doganore dhe Instat, ky fenomen shpjegohet kryesisht me menaxhimin e rezervave të mbetura nga festat e fundvitit dhe shfrytëzimin e stoqeve ekzistuese nga kompanitë ambalazhuese. Megjithatë, përfaqësuesit e sektorit të shitjes me pakicë sqarojnë se kjo rënje e importeve nuk reflekton domosdoshmërisht një tkurrje të konsumit real, por një ndryshim rrënjësor në sjelljen e blerësve. Konsumatorët shqiptar po shfaqen gjithnjë më racional, duke u orientuar masivisht drejt produkteve me çmime më të përballueshme për të balancuar buxhetin familjar. Ndërsa kërkesa për produkte si vaji i lulediellit është stabilizuar fal çmimeve që kanë zbritur nën 200 lekë për litër, faktora fatgjatë si emigracioni dhe rënja e popullsisë vijojnë të ushtrojnë presion mbi kërkesën e përgjithshme. Pavarësisht luhatjeve të janarit, operatorët e tregut vërejnë se shkurti ka rikthyer qëndrueshmërinë, duke dëshmuar se ushqimet bazë mbeten prioritet, ndonse tashmë përzgjedhja bëhet me laps në dorë duke kërkuar ofertën më ekonomike.